Me përfundimin e numërimit të votave nga diaspora, e cila nuk solli ndonjë ndryshim në ndarjen përfundimtare të mandateve, vëmendja politike është vendosur tërësisht te lista e hapur, e vetmja që ende mund të lëviz balancat brenda partive. Tërmeti elektoral këtë herë nuk vjen nga partitë, por nga individët. Në kampin e PD-s, gara për mandatin e 13 në Tiranë është kthyer në një duel të fortë dhe emocional mes Ilir Ali Mehmetit dhe Jorida Tabakut. Deputetja ka kaluar në avantazh me një diferencë prej 300 votash, ndërsa rezultati përfundimtar pritet me ankth. Ali Mehmeti, i përjashtuar nga lista e sigurt nga Berisha, ka marrë mbështetje të gjerë qytetare, ndërsa Tabaku përfaqëson një prej figurave më të vjetra dhe të respektuara brenda PD-s zyrtare. Nga ana tjetër, Partia Socialiste përballet me një betejë të brendshme, po aq të ashpër, por më pak publike. Në Tiranë PS ka futur deri më tani 7 kandidatë nga lista e hapur, por vendi i 7, i cili i takon një gruaje për shkak të kuotës gjinore, ka përjashtuar nga kuvendi Xhemal Qefalin, i renditur më i votuari ndër burrat që nuk morën mandat. Kjo e ka çuar në një luftë të heshtur mes 5 emrave të njohur të PS-s: Olta Xhaçka, Blerina Gjylameti, Etilda Gjonaj, Antonela Dedej dhe Kejsi Elezi. Aktualisht Olta Xhaçka kryeson me 2513 vota, por diferenca me ndjekëset është minimale. Kejsi Elezi ka 2497, Blerina Gjylameti ka 2461, Antonela Dedej 2151 dhe Etilda Gjonaj 2132. Çdo kuti e re që hapet mund të përmbysë renditjen, duke rrezikuar seriozisht mandatin aktual të Xhaçkës, ish ministre dhe figurë kyçe në qeverinë Rama. Ky tension brenda partive tregon fuqinë e sistemit me lista të hapura, ku vota popullore mund të rikonfigurojë totalisht përbërjen e kuvendit. Në vend të emërimeve nga lart, këtë herë është qytetari që zgjedh se kush futet në parlament dhe kush jo. Është garancia e vetme për një politikë më përfaqësuese.